Përshëndetje miq, në lidhje me ngjarjet që po ndodhin që janë shumë pozitive. Unë e dinja që zullumi këputet kur trashet dhe ky ishte duke trashur zullumin nga koha në kohë, krijovi një pushtet politik dhe ekonomik që kontrollonte gjithçka në dorën e vet dhe humbi ajo që quhet check and balance që i ka programuar mendja e madhe që krijoi këtë lloj sistemi që është Montesquieu. Së pari në lidhje me atë që ndodhi në Vlorë, atë dhunën e atyre policëve, i them popullit mos u merrni me gishtin, merruni me mendjen e atij që e ka dhënë atë urdhër. Dhe mbrapa atyre është Qet Kastrati, është oligarku i madh i cili ka shkuar dhe ka biznes ngjitur me vilat e Trumpit në Shtetet e Bashkuara dhe ata nuk janë me qytetarë shqiptarë, ata janë qytetarë të gjithë botës. Për ta Zoti është paraja, nuk është populli i tyre. E kanë humbur çdo lloj lidhje me popullin e tyre. Dhe ku është Qeti është Rama dhe ku janë biznese që vinë nga këto offshore-et, sigurisht që është dhe Rama, dhe Rama e ndan pushtetin e përfitimit ekonomik me ata këshilltarët e vet me gjujshët të cilët kanë interes të madh në këto toka. Kush është faji ynë? Faji ynë është që ne përpiqemi t'i mbajmë ato që kemi trashëguar brez pas brezi nga të parët tonë, faj në thonjza. Kurse këta duan të na i grabitin dhe nuk janë fajtor përsëri në thonjza. Rama rëmbeu të gjitha pushtetet dhe me Berishën në opozit të dy bashkë kanë vjedhur dhe kanë grabitur pasuritë e shqiptarëve. Po të shikosh atje në Zvërnec që kanë qenë tokat e Abdyl Frashit, një pjesë i ka shitur, një pjesë i ka pasur familjet e atyre të cilat u persekutuan nga sistemi komunist, i cili masakroi gjithë ata që dhanë kontribut në krijimin e shtetit shqiptar dhe krijuan pushtetin e internacionalistëve para Sorosit që kanë qenë marksistët dhe Sorosi është vazhdimi i marksizmeve, nëse Marksi është proletar të gjitha vendeve bashkohuni, Sorosi thotë të gjitha racat bashkohuni dhe jetoni bashkë. Në si ide kështu duken të bukura, por në realitet këto janë mjete që një pakicë e vogël të kontrollojë të gjithë kombet nëpërmjet tyre ideologjive. Tashi çfarë bëri Rama në gjatë këtyre viteve? Buri një president kukull si Bajram Bega, i cili është një që s'meriton t'i përmendësh emrin, është një i mbaruar, një njeri që ka degeneruar dhe ka ulur shtetin shqiptar në gjunjë. Nuk e kam e të personalisht, e kam si president dhe Rama ka pasur pushtetin politik dhe pushtetin ekonomik, duke u bërë njëshi absolut dhe bashkë me Berishën vitnin shqiptarët. Tashi, çfarë duhet të bëhet? Unë s'jam ndonjë jurist i madh, por duhet të ketë një ndarje të fortë mes pushtetit politik që duhet ta ketë presidenti dhe pushtetit ekonomik që duhet ta kenë krerët e mazhorancave që caktojnë kryeministrin e radhës. Por presidenti duhet të ketë këshillin e vet presidencial që ta kontrollojë dhe duhet të jetë i kufizuar jo më shumë se 2 mandate. Në qoftë se unë do kandidoj për president, siç kam thënë, dhe kryojnë rrethanat që të votohet nga populli, unë do ri vetëm 4 vjet, sepse pushteti gjatë të korrupton dhe të degradon. Por në qoftë se Zoti e ka shkruar që me vendimin e popullit unë të fitoj, unë do përpiqem të le disa filiza të rinj nacionalistësh dhe adetarësh që të jenë dhe të zgjuar dhe adetarë, sepse në këto kohë të vështira që po kalojmë, duhet të jemi shumë të zgjuar që dhe mos bëjmë armiq, por dhe të ruajmë dinjitetin dhe interesat tona, siç thotë Rudyard Kiplingu, në mund të rish me maskarenj, po nderin tënd prap ta ruash. Kështu duhet të jetë presidenti shqiptar në kohët e sotme për të ruajtur vazhdimsinë
e racës tonë, sepse me të gjitha ata që do ketë të bëj, jo me të gjithë, por shumica e tyre janë maskarenjë dhe kriminela që e kanë marrë pushtetin dora dorës me shekuj dhe përpiqen të kontrollojnë shumicat e popujve. Presidenti duhet të ketë dorë të përfaqësojë shtetin. Kryeministri duhet të merret me çështjet ekonomike, të grumbullojë të ardhurat dhe të programojë shpenzimet buxhetore, por presidenti duhet të bëjë një gjë, të mbajë shqiptarët në Shqipëri. Dhe një nga mënyrat për të mbajtur shqiptarët në Shqipëri është të ulët çmimin e apartamenteve të cilat janë ngritur apostafat në mënyrë fiktive. Të hiqet taksa e ndërtuesve 18% sa është ajo në bashki, të bëhet 0. Bashkitë të ndihmojnë çiftet e reja me 1% nga tatimet që mbledhin në pagesën në bankë të kredisë. Bankat do japin për çiftet që martohen për herë të parë, të japin me atë interesin e Euriborit minimal, të japin kredi për çiftet e reja që martohen. Çmimet që sot janë fiktive nga 2.000 ca duhet të vënë nga 1.000 euro dhe shqiptarët të qëndrojnë këtu dhe të mos ikin. Duhet ndaluar ligji për shtetësinë e tuajve, duhen prishur dhe anulluar të gjitha pasaportat rreth 30.000 që janë dhënë tuajve, të kthehen shqiptarët në Shqipëri dhe tuajt të rinë vetëm me leje qëndrimi dhe vetëm me kohë të përkohshme. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.